kjo është Ona, ka lind 360, është e madhja. Ona! Non! U shpirë, kjo viçkesh. Kjo viçkesh, kjo është Happy Kid. E kjo është Juli, ka lind 340. Është ma e vogël sa ajo, po tash u buduqe. Tash u buduq? Jula! Qëre nonen? Hej! Hej, u shpirë! Janë këto dy binjaket bukuroshe. Ona, Dori, o doqa, o doq? Por përveç binjakeve, Suzana ka edhe një vajzë 2 vjeçare. E të qenurit nënë 3 vajzave nuk e ndalën Suzana e Jupin të jetë një ndër nënat më cool në Prishtinë. Unë nuk jam tip shumë që e pëlqej procesin e shtatzanis, me të rëgu drejtën. Ka që nuk kom pas komplikime, fati jem që nuk kom pas ndonjë komplikim gjatë shtatzanis ose diçka, jem konë shumë aktiv. Deri në ditën para operacionit unë jem konë punë, deri në ora 8, mramje, edhe nesër më kom hi në operacion në ora 9 diçka më mëngjes. Po vetë si proces u konë pak shumë i tush shumë kujdesi ndaj vetë, shumë kujdesi përgjithësi ndaj bebës që e ki mrenda që e mbanë. Edhe për mu konë pak e sikleqme ajo pjesë. Të bërit nënë më ndej, unë të folë se unë e kam një studio të tëjve temën, edhe aty ki kontakt çdo ditë me femna, edhe unë deri në mujën e 6, shumicë të klientëve as nuk i kom të regu që jam shtatzonë, se nuk jem vërejt shumë. Për shkak mos me folë shumë atim të në konë, se disha që çdo klientë të ashtë që mrena ka më pyet për lidhe me shtatzanin, lidhe me këto. Edhe shumica e komenteve më ndej, masi kur e kanë marrë vesh që jam shtatzonë, ma kanë bo hajtë se kjo kalon, edhe ne harron pjesën që e shtatzonës, dhe të hek ta që i ki pas gjatë shtatzanis, edhe kur të mon bebën, qatë moment kur lind beba, kur të mon afër vetit, këmë harru gjitha gjë, apëten. E une e ka batu një kritik të vogël, ndaj nonave që ma kanë thonë këtë qëto, se une nuk e kom përjetu bashkë ashto. Qysh e thojnë nonat para prakeshtat, e ne thojnë që qaj moment është diçka madhështore për mu, ka normalisht madhështore, po ka edhe shumë stres për mu, për me arrit deri të procesin fond që me shku gjithë shka mirë në operacion, po dhe u kanë pak si ondër, atë nuk u kanë realitet për mu. Këtaj procesi, operacionin ma pronën bebushim ofër, ishte një vandirë, për nuk më isha me perceptu, qëfar ndjenja, edhe si që tojnë onat me një arqilët zemra, ose je shumë happy, unë nuk e kom përjetu direkt që ato, sepse nashta jem konë shumë e stresume, nuk pëdi, vetë që më ka desh pak ko me realizu që qaj e bibë është e jamja, që unë e kumbo, sepse është pak një proces shumë interesant edhe shumë madhështore dhe vynë edhe vetë njerit pak me procesu krejt qatë proces shtatzanin deri në fond, kur të lind tani mandej është një fazë këtë tjetër që fillon. Du edhe gjatë shtatzanis mos me stresov shumë vetën edhe me menu shumë qatë moment edhe pse s'ki ka i ikë, se normalisht që ke me mendu qysh kam ja bo, qysh kam ja dal, qysh kam me vepru në proceset të ndryshme, apo kupton, po dhe ku i kom thonë vetit leja pak natyrshëm, adhe mos e stresav shumë vetën, për që kur ndollë tani mos me ditë qysh. Unë nuk jam kanë edhe ketë e pa pregaditun, sepse kam një pa dhe mesa, që janë ma të vëgjel, edhe më ka ra me këqyri. Unë ashtë që shtu si fëmin tonë, po më ka ra me prek bebat vogla, me pas kontakt me bebat vogla, po normalisht fëmija jote është ketë të tërsan, se del njëherë edhe moski ku e qënë është joti për gjithmonë. Përgjithësia është do me thonë 100% e jotja dhe e din që ma qaj fëmi është joti edhe ti ki përgjithësi për gjithë sen për qatë fëmi edhe qaj e tut mas shumëti. Nuk tut a din me këqyr ose a ke me dit me ushqy, a ke me dit me ndru, a ke me dit me la, se dhe shka ma shumë tut qaj e ndjena mu personalisht, ka friksu, ka tut qaj e ndjena që pe bëj një fëmi i cili ka më konë për të njëtë ndërisa des pjesë e jamja edhe qysh ka me qurë qatë fëmi, sidomos me një botë e cila është pak qëtashte e tuqme me rrit një fëmi, po mendoj që vjen natyrshëm. Me ma
mamin, ja përshë, ku po më duket ku mbron depreset, shka papike, zdi vëlla, lakuri la punë, nas kena di qatë depresioni, neves na kanë veta, për kuptan? E përshë ma i kore, e përshë, jo, ka pos depresion, për se keni dit jo, qka është nashta sakte dhe nuk ju kanë leju bashkë ashtu me shprej, si tash që e shprejmna. Unë me të rëgu drejtë nuk kom pas fat, qërë fat është nëse qëllon beba e urtë, është fatje ma i madhë. Për nona, nëse beba qëllën e urtë, e mu fëmija e par Kaja, e cila i ka 2 vjetë shtashëm, ka qëllu tepër urtë. Shumë e urtë, edhe kom pas shumë ma letë, sepse beba kur qëllën e urtë, e ki gjumin ma të mirë, e ki procesin ditës ma të mirë, sidomos gjumi ka rëndësi shumë, për pas depresionit që vjen, është nëse nuk flenë natën, kemi konë edhe ma keqë. Për pas që kemi procesu këtë shtatë zanin, ose dishka, jema neverike, i ki nervat masja, ma është këtë prej hormoneve, me ndoj ma shumë se është, që kom lezu është i vetëmi sen që i ndodhë njërit është kur je shtatë zonë, edhe hormonet janë qëto, edhe i vetëmi sen është që momentin që litë, ato binë për një herë poshtë. është i vetëmi herë nëse ndodhë me hormonet që a jesën është vish kur je shtatë zonë. Edhe unë mendoj që qaj për pas presionin që i ki kështu është edhe presjoni e hormoneve, unë nuk kom pas në i depresion shumë, po e kom pas edhe partneri, ma i me thonë falendru se mu kanë, sa i më kam bështet te për shumë. Ka shumë të bëj me partnerin. Sa është në shpe, sa kujdeset, qëfar punë e ka normalisht, apo kupton, a ka shifës që vjen ora 4 në shpe, apo është ma gjatë jashtë dhe je vish vetë, tani të doke që kitë botat ka harru, vish ti me të mbrana, vish ti, apo kupton, të bo mas fmis, edhe pse normalisht që të e shion, nuk po thëmë në aty, nuk e shion, po ka dhe shumë momente kur të njësh e humbër si person. Ajo që e kanë, tash që je vish mas që ati fmis. Të munga na e pisa e liris vish tone, jo që nuk e donë të fmin, po të munga na e pisa që ti mësu që 30 vjetë ose sa i ki, me pas që atë pjesën e liris, ma nuk e ki. Po të plëtson, është e vërtet plëtson. Unë për para, kërë s'kom pas fmi, këmë thonë, është pak egoizëm, kje puna me bu fmin, po mendoj që është në natyrshme. Kjo aten është të natyrshme me bu fëmijë dhe me njerëzime me vazhdu, se sa me nalë këtë punë, po plëtson, normalisht, plëtson, edhe do sa në dush milion mandejonash që i ki pas, po dhe të plëtson edhe shpirtnisht, sepse që dashnin që e ndinë për që ati fëmis, e den që e ki sobër. Kur s'ta jep që dashnin që ta jep fëmija jotë. Pa shile, pa sherë, pa ndonjë prapavi, edhe qaja mendoj që të plëtson ty shumë, apo kupton? Një busqish që e sona e din që është real, që pëta e vish ty si nona, pëten, e qaja mendoj që tani normalisht ta plëtson që atë pjesën që të ka mungu ty prej njerëzë për rreth, ose prej dykojna, jo saksisht për dykojna, po qaja mendoj qaja ndjenja, lidhshmëria e fëmis, edhe the real, që është qaja. Shtatzania me binjake përveç se sfit, për Suzanën solli shumë emocion. Unë kur se kisha besu, edhe pse kena në familje bineq, e kam halën edhe oqën, se thojnë zakonisht prej gjenive të nanës, rrjedha jo natyrë shumë e pas bineq, po prap se prap, ka edhe ka burre, po edhe ka unë e ka bineq, prap se kisha besu kur që unë jam prej, se na jena 5 fëmijë, në familjen të amë, kështu ngush motra vëllazni, që unë jam ajo me faqe ka me pas bineq. Sepse unë gjithë jem kona jo me dyshje, edhe jem martu ma vonë, edhe kom kryu lidhje ma vonë, edhe kom bo fëmit pak ma vonë, edhe jem konë gjithaj që kom thonë, jo pra hajtë, edhe nëse nuk u bot, nuk e kom shumë problemat punë, si dikush që e ka cak njët me pas një familje, edhe kur ka ndodhë me mu që unë e bineq, këtë shpia u befasu dhe s'ka mund me besu, që unë kam e pas mas 1 vjetë të gjysë, miniherë mas 1 vjetë të gjysë me pas binjake, normalisht është shtirë, po që thash unë jam shumë e fatë se edhe binjakët i kam të urta. Hajtë boni që ka ja me 2-3 fëmish, adin ma ofër dhe e krynë, adin si proces për ty, dhe normalisht e krynë këtë procesin e lindjes, e shtatzanisë, se sana dhe ma ndej një rësh vetëm e fëmi. I ka 2 anë, pozitive dhe negative. Unë mendoj që fëmija i parë pëson pak. Edhe pse është mirë se mandej kur tritet janë shumë afër me mosh, edhe mujnë më kuptu shumë ma mirë me zveti, si vllazni motra, po mendoj që kaja pak e ka moshën shtash 2 vjetë, ka shumë nevoj për vëmendje të madhe. Ma letë kisha pas 3 neq, se sa që i kom 2 binjake edhe plus 1 tudlër 2 vjetë. është kogja problem se po do të me rujt, po gjelezon,
ka fillu që tash të pak me ula xhelozin, po e shoh që ka momente të caktuara që edhe i nguc, kështu që nuk guxoj me lon vet asnjëherë me binokët aty një moment me dal pidhomës se ajo është shumë e vogël, ajo nuk e kupton bash perceptimin që mundet me lëndu ose mundet me këse. Po mendoj që tash më dhimbët ka jo, sidomos këtë nona që kena pas qëtë muhabet, kur kena thonë fëmija i dytë i na mërzit ma smis, por se ka me met onash, adhe në këtë i na mërzit ma shumë, jo për beba që pi bojna, po për fëmijën e parë nëse u kanë qika që vogël, që pi hub vëmendja shumë shpejt. Që ajo është pak i hub vëmendja, është të vërtit se pa qarë edhe pse jina të fokusu me dhone dhe gramozi, mu fokusu ma shumë të kaja, sepse këtu jenë halo beba, normalisht të kanë nevojnë afërcisë e sajnë, po është ma letë mi sistemua atu e kaja ka nevojë që tash për momentin shumë vëmendje është shumë shtirë. Është shumë shtirë, që tu dy mosha mi pas fëmijë. E ka të mirën e sana që tash, po e ka dhe të keqen se kjo pëson. Për mu është mirë se unë me një proces shumë shpejt i kom kry bebat, edhe nëse nuk mendoj me bo ma, mandej bona feta pet, një napet mirë, apo kupton se merë gati një vjetë ko ty trupi mas pare, mu një apet qyni për para. Pavarësisht vështirësive, ajo ka zgjedhur të vazhdojë angazhimin e saj në punë. Madje ajo bën 2 punë. Problem, për vetëm për momentin me shku në fitness, ose kështu direkt yoga ose diçka që po mendoj që sa me bu, nuk po më rri me bu. Sepse edhe ja kom fillu me dalë në punë shumë herët, si edhe të qika të vajza, të qika e parë, kom dalë mas 3-4 mujë, mu ka desht, me dalë për shkak që është biznesi jame, studio jame është problem të me nejtë 1 vjet, 2 vjet, që kanë nënat të tjera nëse punojnë dykon pushimin e lindjes. Unë nuk e kom atë lok, sepse unë kom klientel të cilët i kom kriju që 7 vjet, edhe ata të presin, po një kohë të gjatë nuk të presin, edhe mu ka desht shumë herët me dalë në punë. Normalisht ndihma ka ardhur gjithmonë për familjes, aty nëse e ki familjen që mundet më ndihmu nana ose motrat ose për rreth, nëse e ki dikon është shumë ndihmë e madhe, sepse mundesh mandej e ki kokën rahat edhe mundesh me dalë edhe me kry do punë. Nuk dalë full time, po dalë me termina, qyshtë e kam ditën, plus mbrami punoj edhe në marketing, kur kam kohë, në laptop, kështu që i maj 2 puna për momentin, po kohë për vete mandej nuk i absolut heq. Dhe vajzën e parë u kujdes mami jam ma shumë për ta, për me mujtu në me dalë pak në punë dhe gjana, po mu kujdes për vetën është pak problem. Kështu mi najtë vetit gati, plus me 3 fëmijë tash është problem. Me të parin po, edhe në shtazanin e parë kom pas shumë letë, kom shku not çdo ditë, në shtazanin e 2 se kom pas atë luks, se kom pas kajen, nuk kom mujtë as me shku not as kur gjo heq, kështu për pas ndonjë relaksim masash ose diçka, po është shtirë po. Se 3 fëmijë dush mi gjithë 3 njerëz, mu t'i këshirë 3 fëmijë. Ama ka njerë po thonë ma mirë se tash pjodhimna, dhe ma përnë hajtë bërë ma munjarë, dhe po mi këshirë. Edhe pse nuk u bënën në moshë shumë të re, ajo ka një këshill. Unë e bile kuve të fundit e kom mendu shumë që të canë, sepse unë ju mbunon për herë të parë me 30 vjetë, kështu që ju me një moshë shumë të re, as me një moshë të vjetër, po dikush e preferon ma herët. I ka të 2 atë janë opcion. Edhe herët është mirë, po unë nuk i bi pishmon për moshën që e kom bo, se jam shumë ma e gatshme dhe jam psikisht ma e fort, edhe pse nervat i ki pak ma të cënume, ndoshta si sa e ri, duron ma shumë, je ma energjike, ki energji ma shumë me 25 vjetë, me 23 vjetë ose diçka, po tani një pjesë tjetër të jetës nuk e shijon njëjtë, apo kupton, ki mu kanë me qatë fëmijë që po thëmë, ti si person vetën me eksploru, edhe gjona nuk mund është me bo. Njëjtë si me një fëmijë. Mund është me bo, se ta është ti mund me pas kritika, me thonë ju së të edhe me fëmijë mund është me shëtit, nuk është veç pisa, po me zbulu vetën. Qa ti do njëtë, qka dënë me arrit, qka është vishë Suzana, për shambull, vishë one qa dua, po këpton, pa u përmbush familja jam, ose këse. Po unë nuk menoj që ka ndë një moment të caktum, që ti pregaditësh se kur si e pregadit. Unë menoj që për mu kanë ma letë natyrshme me lanë, se sa me caktu. Du me shtazon, që të periudhe kam, edhe me provu tash me shtazon. Për mu kanë rrë 2 shtazanit, janë kanë natyrshme, nuk e kom pas plan. As të parën, as të dytën, mas një vetë gjysë, se kanë ndodhë këtë natyrshme. Po mendoj që i kanë 2 anë pozitive. Se kur je ma eri, mandej fëmija kanë ma shumë pitejes, je ma e gjatë gjallë, edhe rritën edhe të kanë si shoqë, janë ma ofër me moshën, kuptohen. Po
mandej vetja do shmelon vetën ma shumë anash. A kështu je mbushon, ke shëtit, ke pa, gjonat i ke zbulu vetën, që do me bu me profesion, ku do me kon, është e financiarisht pak ma e fort, se sa me 23 vjetë, se ta shtu edhe femnat do të më kanë financiarisht e fort, për me mujt një familje me që për para. Po folin në raste, në kushte normale, apo kupton. Është problem tash vesh një person me punu edhe tjetri me najt në shpe edhe me rrit fëmijët, se unë këtë kritikën një qikateria po na bojnë, po pritoni me bo shumë fëmijë, nuk është puna që po pritojna me bo shumë fëmijë, po është puna që jeta na ka kufizu me bo ma pak fëmijë që me mujt kushtet me ja plëcu, sepse u bo një jetë shumë financiarisht të vështirë për me rritë fëmijë në kushte normale, jo luksoze. Të qenurit në 3 vajzave për 35 vjeçaren është një ndër kënaqësitë më të mëdha. Por normalisht se cili ka qef mi përjetu 2 gjenjit. Unë kom mendu që kërë kom marrë vesh që janë binake, po janë 2 vizorsh, nuk janë të njëjta. Kom tharë me siguri është një djallë, që ke djallë, dhe ka me pas që të fatë që mi pas të 3 gjenit, ama 3 qika normalisht nuk diskutohet na jena 3 motra vetë, edhe për motrave të mija kom supportin ma të madhë në botë, për çdo sen i kom fiks në derë, me njerë si të thiri, për çka do që kom nevoj. Edhe vllaznin, nuk mëj me thonë ato, se na jena shumë të lidhë me zveti, edhe pse jena 5 fëmijë, edhe vllaznin, po femnat janë ma ndryshe dhe kujdesin ndaj prindërve është ma fine prej vajzave, kështu që për shpresoj që s'u më harrojnë kur të rritën. Ama po normalisht është shumë me fat për s'ka lidhje, për mu nuk... Unë adin që qikën e parë se kom këshyr heq çfarë gjenie e ka. Këtë ma bëjshë qysh për mënësh. Heq se kom pyet mjekun a çfarë gjenie e ka, vjera ka rshit, pa hiri edhe pia sona e kom marrë vesh që është qik. Se s'kom dash me qyt deri momentin kur t'linë, se për mu heq s'ka rëndësi gjenia, absolut, heq nuk lunë rol. S'ka lujt rol as në fëmijën e parë, as heq. Po kom pas shef, mi përjetu 2 gjinit, me ditë të shosh me pas djale sane, po mendoj që në kapitullin nëse kum kry me 3, se me 4 se dis ma merr mendja që më i mja dojnë. Suzana vazhdon të jetë simboli në nënave të kujdesshme e mbi të gjitha me kujdes ndaj vetës.